Asambleja e Partisë Socialiste është ndalur në njësinë numër 4 në Tiranë, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u ndal në disa prej çështjeve kryesore politike dhe ekonomike në vend. Në fjalën e tij, Rama vlerësoi reformën në drejtësi si një nga arritjet më të rëndësishme të mazhorancës socialiste, duke theksuar se kjo reformë ka qenë një kontribut i drejt i Partisë Socialiste dhe i vetë qeverisë. Dhe i qëndron gjërave që thot për t'i bërë me këmbgulje. Dhe shembulli i shembujve është reforma në drejtësi. Kur ne shkruanim programin elektoral përpara sa të fitonim zgjedhjet e para, ne flisnim për të përfshirë në program reformën në drejtësi. Ne ja dolëm ta bëjmë këtë gjë. Me të gjitha vështirësitë, me të gjitha konfliktet që u krijuan, kundërshtitë, me të gjitha tmetat apo dobësitë, ne ja dolëm ta bëjmë dhe ja dolëm të bëjmë diçka që asnjë forcë politike në historinë e këtij vendi nuk e mori ndonjëherë përsipër për arsye të ndryshme. Kryeministri u ndal edhe te çështja e çmimeve të karburanteve, duke deklaruar se krijimi i një kompanie publike për tregtimin e naftës do të sjellë fundin e çmimeve arbitrare në treg. Ne do të hymë në tregun e naftës me një faktor publik, me një faktor shtetëror, me një kompani publike. Dhe pse do të hymë në tregun e naftës me një kompani publike? Në atë kohë se s'kishte luftë në atë kohë, pra nuk kishte lidhje me luftën. Do të hymë për të garantuar që qytetarët, konsumatorët të karburanteve nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Rama bëri të ditur se qeveria po punon në bashkëpunim me një kompani nga Emiratet e Bashkuara Arabe për të monitoruar dhe kontrolluar këtë fenomen, duke synuar vendosjen e një sistemi më efikas të gjurmimit të naftës. Kemi krijuar një tjetër kompani publike që është një kompani që kemi krijuar bashkë me të njëjtën kompani që ka shteti në Emiratet e Bashkuara. Ne do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh, sepse është në ato fazat e fundit, do të nxjerrim një tjetër ngjyrus që është i pa manipulueshëm dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga gjitha analizat që bëjmë ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit. Dhe duam që kompania publike të arrijë në pikën që të jetë furnizues në treg. Dhe duke qenë furnizues në treg, të përcaktojë rregullat e lojës duke imponuar jo një çmim arbitrar që ta vendosë qeveria, por një çmim që është çmim real i bazuar tek bursa dhe patjetër që i jep mundësi distributorëve të fitojnë, por jo të stërfitojnë. Në këtë takim, drejtuesja politike e Tiranës, Ogerta Manastirliu, njoftoi gjithashtu se njësia numër 4 do të riorganizohet në 2 bloqe, ku zona e 5 majit do të drejtohet nga Blerina Gjylameti, ndërsa zona e Oxhakut nga Eduard Shalsi. Ky riorganizim synon forcimin e strukturave dhe përmirësimin e organizimit të Partisë Socialiste në kryeqytet.